Faleminderit shumë. Ishte shumë ngushëlluese që ndërkohë që ishim të gjithë të shqetësuar se ishim vonë, na u tha, merrni kohën tuaj. Është një hap i mirë për Gjermaninë që të mos jetë në kohë dhe që të mos shqetësohet për këtë gjë. Kështu faleminderit për këtë mundësi dhe më lini të ndaj me ju disa mendime rreth asaj për të cilën më kërkua të flas, inteligjenca artificiale, pushteti dhe progresi. Është diçka e çuditshme dhe shumë e bukur të qëndrosh këtu dhe të flasësh për të ardhmen e inteligjencës brenda një ndërtese që dikur ishte një impiant çeliku. Një shekull më parë, kjo sallë shndronte çelikun në energji. Më pas, bota një ditë ndryshoi, qymërguri mbaroi, fornaltat ranë në qetësi, tymi u kthjell dhe shumë e pan rajonin dhe menduan se do të shndrohen në një muze, kushtuar një epoke që tashmë kishte mbaruar. Por njerëzit e këtij rajoni qëndruan brenda skeletit mrekullueshëm të ekonomisë së vjetër dhe në vend që të pyesnin veten si ta ruanin, bën të vetmen pyetje që ka çuar përpara civilizimin për herë. Çfarë mund të bëhej kjo? Dhe përgjigjja na rrethon të gjithëve sot, kështu që unë mendoj që nuk ka vend më të mirë për të ngritur një tjetër pyetje. Nëse kjo ndërtesë që dikur mishronte pushtetin industrial, si shfaqet pushteti sot, ndoshta çka është edhe më e rëndësishme, kush e zotëron? Më lini ta nis me një rrëfim. Përthuajse gjatë gjithë historisë njerëzore, pushteti ishte diçka që mund të mate, ishte qymërguri në tokë, çeliku në fabrika, nafta në shkretë të tjerë, anijet që kalonin përmes oqeanëve, ushtri që ruanin kufit, fabrikat, bankat, territoret, popullsitë. Pushteti ishte i rënd. Duke qenë se ishte i rënd, ishte i rrallë. Duke qenë se ishte i rrallë, akumulohej. Duke qenë se akumulohej, historia u shndrua në historinë atyre fatlum apo mizor mjaftueshëm për ta kontrolluar. Vendet e vogla u mësuan të jetonin me gravitetin, ndërkohë që vendet e mëdha e krijonin atë, por inteligjenca sillet ndryshe. Inteligjenca është e lehtë. Nuk gjendet e fshehur nën male, në pritje për të nxjerrë, nuk i përket natyrshëm atyre që kanë lindur mbi minerale apo lumenj të caktuar për herë të parë në historinë tonë. Specia lënda në herë të parë në historinë tonë, lënda e parë më e rrallë ishte një dia dhe aftësia për të zbuluar dhe kjo po bëhet e bollshme dhe kjo ndryshon gjithçka, sepse bollëku rishpërndan pushtetin, epoka industriale shpërblen të shkallën, epoka inteligjencës shpërblen imagjinatën. Ky ndoshta është revolucioni i heshtur që shpaloset në të gjithë titujt, kur pushteti ishte qymërguri, vendi i vogël mbetej i vogël, po kur pushteti është inteligjenca, një vend i vogël mund të shndrohet në laborator. Dhe mahamendja, kjo është arsyeja pse më kanë ftuar këtu si përfaqësues i një prej laboratorëve më të vegjël në Europë. Më lini t'ju them një histori për Shqipërinë, jo sepse është unike, por sepse na kujton se sa shpejt historia mund të përmbys veten. Përthuajse gjysmë shekulli jetuam brenda ndoshta diktaturës më izoluese të këtij kontinenti, një lloj Koreje e Veriut të Europës. Ndërtuam bunker në vend të urave, mure në vend të dritareve, dyshim në vend të besimit. Shteti dinte gjithçka për qytetarët nuk dinin thuajse asgjë për shtetin. Dhe kur liria bepas erdhi, trashëguam demokraci, por trashëguam edhe të kundërtën e saj. Burokracia
ndërtuar më shumë për kontroll sa shërbime, letra, vula, në firma, radhë, korridoret pafundme, çdo procedurë administrative u shndrua një pelegrinazh, çdo zyrë kishte një zyrë tjetër. Çdo firmë kërkonte një firmë tjetër dhe përtej çdo sporteli qëndronte dikush që zotronte diçka më me vlerë se sa vetë dokumenti. Pushtetin për të marrë vendim, çdo zbul ishte një sportel i vogël, çdo firmë një kyç tjetër, çdo radhë tjetër, një tjetër kujtesë, se pushteti i takonte ende dikujt tjetër. Dhe përtej këtyre shumë ndyrve qëndronte një dorë e shtrirë, që ishte arkitektura e pushtetit që trashëguam. Dhe sfida përpara nesh nuk ishte kur të digitalizonin formularet, por të rikonceptonin vetë pushtetin, sepse dhe këtu vim te korrupsioni. Korrupsioni nuk është thjesht një dështim moral, është një dështim arkitekturor, lulëzon kudo ku mbijeton pushteti i vendimarrjes pa nevojshme, rritet kudo ku paqartësia bëhet normale, jeton aty ku qytetarëve ju duhet t'i kërkojnë dikujt tjetër diçka për te cila ju takon me të drejtë. Bëm një zgjedhje, jo të modernizonim qeverisjen, por të rishpiknim marrëdhënien midis qytetarëve dhe shtetit. Tull pas tulle digitale, shërbim pas shërbimi, dhe sot Shqipëria ka më shumë se sa 1000 shërbime publike plotësisht digitale. Dhe për gjitha këto shërbime, të cilat përbëjnë afro 95% të totalit të shërbimeve, qytetarët nuk kanë nevojë të shkojnë askund dhe të takojnë askënd. Thjesht kanë nevojë të klikojnë në telefonat e tyre. Dhe shërbimet e mbetura janë të tilla si për shembull ai i martesës, ende nuk ka një mënyrë online për ta bërë këtë gjë. E po kështu edhe shenjat e gishtrinjve dhe shërbime të tjera të ngjashme. Kështu që është qeveria që shkon te qytetari dhe jo e anasjellta, por arritja më e madhe e këtij hapi të parë nuk ishte asnjëherë leverdia. Leverdia është e këndshme, liria është transformuese, sepse diçka jashtëzakonshme ndodh kur qeveritë bëhen digjitale. Jo thjesht heq letrat, por eliminon mundësitë për pushtetin e padukshëm, heq takimet e panevojshme, favoret e panevojshme, eliminon aurojtarët e panevojshëm, e rezulton që është jashtë mase e vështirë që të japësh shpejt një serveri. Digitalizimi shpjegohet shpesh si reformë teknologjike dhe nuk është, do të ishte shumë modeste. Është një reformë demokratike, ndryshon jo vetëm si funksionon shteti, ndryshon as dhe kur zotron pushtet brenda shtetit. Dhe ndërkohë që e nisëm këtë rrugtim, një tjetër pyetje u ngrit. Nëse teknologjia mund ndihmonte njerëzit të lundronin nëpër qeverisje, atëherë pse jo inteligjenca vetë të mos bëhej pjesë e qeverisë? Kjo pyetje është ndrua në një person ose po themi në dikë që i ngjan, ndërtuam inteligjencën artificiale që t'i orientonim njerëzit përmes shërbimeve publike dhe pastaj morëm një vendim që shumë e konsideruan ose vizionar ose tërësisht absurd. Në fakt, disa herë mund t'ju rrëfej që ju përkisja të dy kampeve, i dham një fytyrë, një zë dhe një emër kësaj inteligjence, e quajtëm diella. Në shqipe, diella do të thotë diell. Dhe bëm diçka që asnjë qeveri nuk e ka bërë deri më tani, e emëruam në rol në nivel kabineti. Titujt shkruan duke e quajtur ardhmja, disa duke e quajtur cirk, dhe kam mësuar në këtë profesion që kur admiruesit dhe kritikët bërtasen me të njëjtin volum zëri, zakonisht ke cekur diçka mjaft reale. Megjithatë, më lini që ta heq avatarin dhe titujt sepse historia reale është shumë më interesante se sa simbolet. Ne nuk e sollëm inteligjencën artificiale në qeveri për zëvendësuar në punësit publik, e sollëm për të konceptuar një prej vendeve ku qeverisja demokratike është më e cënueshme, ushtrimi i vendimarrjes administrative. Për shembull, le të marrim prokurimin publik. Çdo qeveri duhet të blejë rrugë,
barna, shkolla, teknologji. Prokurimi publik është ku shteti shndron parat publike në vlerë publike, por edhe ku paqartësia, kompleksiteti, diskrecioni shumë shpesh kanë bërë të mundur rrjedhjen e besimit publik, kështu që i bëm vetes një pyetje tjetër. Ç'do të ndodhte nëse inteligjenca artificiale do të bëhej një partner inteligjent për gjatë gjithë procesit të prokurimit publik, jo për të zëvendësuar njerëzit, por për të forcuar institucionet. Dhe sot po ndërtojmë pikërisht këtë gjë. Ëndra ime është që ta finalizojmë dhe pastaj t'ia shesim Gjermanisë. Po, sepse pas 35 vjetësh që Gjermania na gëzhdon që duhet luftojmë korrupsionin, do të ishte fantastike nëse do të kontribuonim që gjermanët të luftonin edhe ata disa prej korrupsionit të tyre. Një sistem prokurimi inteligjencë artificiale që ndihmon çdo fazë të vlerjes publike. Nuk do të hyj në shumë detaje sepse më thanë që më duhet të flas shkurtimisht, edhe pse nuk është kur ide e mirë të ftosh dikë nga Ballkani dhe pastaj ti kërkosh të mbajë një fjalë të shkurtër. Megjithatë, ka diçka që më duhet ta theksoj. Demokracia nuk mund t'i delegohet një algoritmi. Gjykimi mbetet njerëzor, llogaridhënia mbetet njerëzore, përgjegjësia mbetet njerëzore. Ajo çfarë bën inteligjenca artificiale është diçka që është më e thjeshtë, por dhe shumë herë më e thellë. U jep në punësve të ndershëm publik më shumë informacion para se të ushtrojnë gjykim dhe i bën vendimet e pandershme shumë më të vështira për të fshehur. Algoritmi nuk është i mençur, nuk ka ndërgjegje, nuk ka instinkt moral, por algoritmi nuk ka kushërinj, nuk mund të ftohet për darkë, nuk mund të marrë një telefonat të fshet, nuk mund të vendosë që sot thjesht do të bëj sikur nuk do të shoh. Çështja nuk ishte asnjëherë që të bëni makinerinë fuqishme, por ishte pikërisht e kundërta, të ulnim atë lloj pushteti njerëzor, pushtetin për të vendosur në terr. Ne nuk e zgjodhëm emrin diella rastësisht. Dielli nuk negocion me hijet, thjesht i largon ato. Përtej diellës, po ndërtojmë diçka që është më pak teatrale, më pak fotogjenike, por pafundësisht më të rëndësishme. E quajmë GovAI. Nëse diella është fytyra e transformimit ton, GovAI është sistemi nervor, është shtresa e inteligjencës që në heshtje funksionon në institucionet e dukshme të shtetit, jo për t'i zëvendësuar ministrit, por për t'i lidhur ato, jo duke zëvendësuar në punësit publik, por duke amplifikuar kapacitetet e tyre. Mendojeni si një inteligjencë institucionale, një qeveri që mund të lexojë më shpejt se çdo individ, të krahasojë më shumë dokumente se sa çdo departament të kujtojë çdo precedent, të lidhë informacione që sot ndodhen të veçuara në burokraci të ndara dhe të mësojë në mënyrë të vazhdueshme, të përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme. Inteligjenca artificiale shpesh përshkruhet si revolucioni i ardhshëm industrial, por mendoj se ky përshkrim është i paplot, sepse për qeveritë është revolucioni i ardhshëm administrativ. Për shekuj të tërë, shtetet janë zgjeruar duke shtuar njerëz, më shumë e më shumë. Çdo përgjegjësi e re nënkupton të një tjetër zyrë, një tjetër departament, një tjetër arkiv, një tjetër nivel administrate, dhe ju këtu në Gjermani jeni më të mirët për ta bërë këtë gjë. Por, me inteligjencën artificiale, kapaciteti nuk rritet vetëm duke u zgjeruar, por rritet duke u bërë më i mençur. Imagjinoni një ministri që mund të analizojë në moment mira faqe legjislacioni. Imagjinoni një inspektor që identifikojnë rreziqe përpara se sa të bëhen standarde. Imagjinoni politika sociale që dallojnë familjet në nevojë përpara se sa do të harrohen. Imagjinoni sistemet kujdesi shëndetësor që shpërndajnë burime përpara se spitalet të përmbyten nga barra. Imagjinoni administrata që shpenzojnë më pak kohë duke kërkuar informacion dhe më shumë kohë duke zgjidhur problemet. Kjo nuk është fantashkencë, po shndrohet në një realitet administrative. Ndoshta askund ky transformim nuk është me kaq ndikim sa në projektin përcaktues të vendit ton, antarësimin në Bashkimin Evropian. Për ata që e shohin
në distancë. Antarësimi është një negociat politike. Po, kështu është. Por ndërkohë, gjithkush që e ka kaluar këtë proces, e ka kuptuar se është po kështu, procesi më kërkues, neurotik, administrativ, që ka krijuar ndonjëherë njerëzimi. 33 kapituj dhe 3 kritere. Më shumë se 100.000 faqe legjislacioni e rregullash evropiane, mira direktiva, mira rregullore shtesë, mira vendime gjyqësore, raportet pa numërta zbatimi, krahasim konstant, monitorim konstant, përshtatje konstante dhe gjithë kjo duhet të transferohet nga korpusi ligjor evropian në korpusin ton ligjor. Për dekada të tëra, e gjithë kjo punë është bërë me përpjekje të jashtëzakonshme, duke i shtuar shërbimit publik 2 ushtri të mëdha, një ushtri juristësh dhe një ushtri përkthyesish, duke shpenzuar para të jashtëzakonshme nga taksat e qytetarëve evropian. Punë thelbësore, punë e nevojshme, por po kështu edhe punë që konsumonte shumë kohë e shumë para. Kështu që i bëm pyetjes një tjetër pyetje në momentin që OpenAI doli në dritë, sepse patëm shansin që një prej krijueseve të ishte një shqiptare. E mora në telefon me njëherë dhe i thash, duket sikur mund ta ndihmosh Shqipërinë që të i shkoj më afër e më shpejt drejt Bashkimit Evropian dhe qeshi se kujtoj se po tallesha. Pastaj kur ja shpjegova, më tha e bëshme. Ndaj së bashku me OpenAI krijuam një model që na bën tërësisht ndryshe nga çdo vend tjetër në kthimin e inteligjencës artificiale në një instrument për ta kryer këtë transferim të dokumentacionit brenda një kohe shumë të shkurtër me cilësi maksimale dhe për ta zbatuar brenda korpusit ton ligjor. Kështu inteligjenca artificiale nuk do të negociojë me Brukselin, as nuk duhet ta bëjë këtë gjë, por gjithë gjykimi politik ju përket qeverive të zgjedhura, legitimiteti demokratik u përket qytetarëve, besimi midis kombeve kur nuk mund gjenerohet nga algoritmi. Inteligjenca artificiale mund të largojë fërkimet, mund të shkurtojë kohët administrative, mund të shumëfishojë kapacitetet institucionale dhe për një vend si Shqipëria, ky nuk është inovacion teknologjik, është një përshpejtues strategjik. Standardet mbeten eksaktësisht të njëjtat, por shpejtësia dhe cilësia ndryshojnë. Ndoshta për herë të parë në historinë evropiane, suksesi i një vendi kandidat do të varet më pak nga amatësia e burokracisë së vet sesa nga inteligjenca e institucioneve të këtij vendi. E di që po më mbaron koha sepse më kanë vendosur një kronometër aty. Kisha shumë më tepër gjëra interesante për të thënë, por për fat të keq duhet ja u vini fajin organizatorëve dhe mikpritësit. Unë jam thjesht një i ftuar dhe më duhet që të jem mirë me mikpritësin e të mos abuzoj me kohën. Por dua ta përmbyll me diçka që brings all this from the good to the bad. Sjell gjithë të gjë nga e mira tek e keqja dhe e shëmtuara. Dhe e shëmtuara nuk është makineria. E shëmtuara është ajo që ndodh kur inteligjenca e jashtëzakonshme takon një model ekonomik që përfiton nga injinjata. Flasim pafund për inteligjencën artificiale dhe me shumë të drejtë flasim shumë më pak për vëmendjen artificiale. E megjithatë, vëmendja është bërë burimi më i rrallë në demokraci. Për brezat të tërë, besonim se
Fuqia vinte prej informacionit. Sot informacioni është I bollshëm. Vëmendja është pushtet dhe kushdo formson vëmendjen, gjithmonë më tepër formson perceptimin. Kushdo I jep formë perceptimi, gjithmonë më tepër formson politikat. Interneti premtoi të demokratizonte informacionin, media sociale premtoi të demokratizonte zërin. Ajo çfarë pak veta parashikuani ishte shfaqja e një aktori të ri politik, algoritmi. Ndryshe nga qeveritë, algoritmi nuk ka llogaridhënie demokratike, ndryshe nga gjyqtarët, algoritmi nuk ka detyrimin e panshmërisë, ndryshe nga gazetarët, algoritmi nuk ka etikë profesionale, ndryshe nga shkencëtarët, algoritmi nuk ka një angazhim për sjellë të dhëna, ka vetëm një objektiv, optimizimin, jo për të vërtetën, jo për demokracinë, jo për mençurinë, për angazhimin. Dhe indinjata thuajse gjithmonë ka rezultata më të mira se sa nuanca. Dikush që thyen një piano tërheq gjithmonë më tepër vëmendje se sa një pjesë muzikore mrekullueshme nga Mozarti luajtur nga një pianist I madh. Në rastin e parë, salla do të ishte plot, në rastin e dytë, salla do të ishte thuajse bosh. Frika është më shpejt se sa të dhënat. Siguria udhton më larg se sa e vërteta. E gjithashtu edhe më shpejt se sa çdo dy dyshim. Konspiracioni është më shumë se sa arsyetimi. Jo sepse njerëzit janë për të parësyeshëm, por sepse qeniet racionale marrin më shumë, gjithmonë më shumë vendime në një sistemi të projektuar për të nxitur reagimin emocional. Algoritmi nuk e urren demokracinë, thjesht nuk e di çfarë është demokracia. Disa javë më parë, në vendin tim, ndoshta e keni parë, u shndrua në laborator të vogël të kësaj dukurie të madhe. Shumë prej jush mund të keni dëgjuar për atë çfarë u njoh ndërkombëtarisht si revolucioni I flamingove. Si kryeministër e konsideroi këtë protestë një mesazh të rëndësishëm për mua dhe për qeverinë time. Po dëgjoj dhe po përpiqem ta kuptoj këtë mesazh me shumë kujdes, jo duke numëruar njerëzit në rrugë, por e jo duke matur hashtaget, por duke u përpjekur për të kuptoj shqetësimet, ankthjet, shpresat që I sollën njerëzit aty. Qeveria që rresht së dëgjuar, rresht së qeverisuri. E çfarë do lloj konkluzioni që ne kemi arritur tashmë për vetë çështjes? Në fakt nuk mund të themi që ka arritje të një gjëje të vlefshme, sepse ka pjesë në transformim demokratik të Shqipërisë, sepse kemi jetuar në një kohë kur protesta nuk lejoheshin, marrëveshja ishte e detyrueshme, dakurësia ishte e detyrueshme, dhe erdhëm në një periudhë ku protestat u bën të rrezikshme, në të njëjtin bulevard ku flamingot festojnë lirinë, kishim njerëz që u vranë, protestues të cilët humbën jetët. Jo shumë kohë më parë. Por ajo çfarë dua të them është se pas gjithë kësaj të mire erdhi e keqja. Modeli biznesit, protesta hyri në makinerinë e amplifikimit algoritmik dhe u shndrua në arenën e aktorëve dashakeq. Realiteti kërkonte një binjak digital. Çdo zë u shndrua në rekomandim, çdo egzagerim u shndrua në angazhim, çdo reagim emocional u bë një tjetër sinjal që platformat të prodhonin edhe më shumë nga njëjta gjë, dhe çdo nuancë u zhduk. Konteksti u zhduk, kompleksiteti u zhduk. Dhe protesta online ndërkohë nuk po përshkruante protestën, por ishte një demonstrim më I madh, më I thjesht, më I zemruar, dhe në fakt më tej miliona njerëz të cilët nuk kishin vënë as këmbën në Shqipëri, nuk përjetuan vetë demonstratën, por interpretimin e algoritmit të kësaj demonstrate dhe realiteti digital u bë më ndikues se sa I fizik. Dhe kjo është e shëmtuar, ajo qytetarët, jo protesta, shtrembrimi, zëvendësimi I realitetit përmes optimizimit, dhe kjo nuk është një histori vetëm shqiptare. Komenti I fundit. Demokracitë janë duke dëmtuar veten, kam frikë
deri në një pikë mos kthimi, sepse demokracitë të mëdhat, duke filluar që këtu e në vendet të tjera të mëdha, ku nuk ka dyshim që ka demokraci në veprim, ende nuk kanë gjetur kurajon për të bërë dallimin midis lirisë së shprehjes, të fjalës dhe lirisë së shpërndarjes. Trajtimi i lirisë së shpërndarjes apo të shtrirjes si zgjatimi i lirisë së fjalës, do të thotë të heqësh dorë nga e vërteta, të heqësh dorë nga nuanca, të heqësh dorë nga dyshimet. Dhe të bësh apo të lësh të ndodhë diçka që diktatura e ka bërë gjithmonë. Çdo diktaturë mbështetet te shpërndarja, te shtrirja në çdo mendje, te mbjellja në çdo tru të vërtetës së vet zyrtare, duke shtypur çdo alternativë tjetër dhe çdo mendim tjetër. Algoritmi nuk ka nevojë që të shtyp përmes një policie sekrete, apo duke rrahur njerëz në rrugë, apo edhe duke mbajtur të burgosur politikë. Algoritmi thjesht mbyt gjithçka tjetër përveç indinjatës. Dhe kjo është ajo pastaj që ju shihni në Gjermani, e ajo që shohim kudo në Europë, shohim si politika bëhet gjithmonë më shumë një fushë betejë midis ekstremeve, e se si qendra bëhet gjithmonë më shumë një hapësirë e zbrazët, ku çdo ekstrem që merr votat për të drejtuar vendin, e që reket të vi më shumë në qendër, prodhon një tjetër ekstrem që është edhe më keq se çka qenë ky ekstrem, apo se që është konsideruar të ishta. Cili është fundi i kësaj? Nuk e di. Gjëja më e mirë e të qenit kryeministri i Shqipërisë është që nuk supozohesh të ndreqësh problemet e botës dhe nuk supozohet që t'u japësh përgjigje pyetjeve që Franca, Gjermania e të tjerë duhet t'u përgjigjen më mirë herët se sa vonë. Faleminderit shumë.